Mëtej, kryeministrja italiane Giorgia Meloni njoftoi se qeveria mban sot një takim për të vlerësuar kërcënimet ndaj rendit publik dhe për të vlerësuar masat e reja të sigurisë pas përplasjeve të dhunshme në qytetin verior të Torinos që lanë më shumë se 100 oficerë të zbatimit të ligjit të plagosur. Duke folur pasi vizitoi 2 oficerë policie të plagosur në Torino, Meloni tha se takimi do të përqendrohet në trazirat e fundit dhe miratimin e mundshëm të rregullave të reja sipas një dekretit propozuar për sigurinë. Meloni e përshkroi dhunën gjatë demonstratës së të shtunës si aktivitet kriminal të organizuar dhe jo si protest. Sipas autoriteteve italiane, një total prej 108 antarësh të forcave të sigurisë u lëndua në përleshje, përfshirë 96 oficerë policie, 7 persona të Guardia di Finanza dhe 5 karabinier.